informacion më të detajuar. Margarita, mirëmëngjes, përshëndes. Mirëmëngjes, të përshëndes, është duke u zhvilluar që prej orës 8:45 seanca për masën e sigurisë në gjykatën e shkallës së parë të Elbasanit për shtetasin 61 vjeçar Petri Bozo, pasi më datë 25 maj në orën 8 të mëngjesit, ky shtetas gjatë drejtimit të automjetit përplasi për vdekje një 7 vjeçar në fshatin Mengël të Elbasanit, duke e lënë atë të vdekur në vend që prej asaj dite. Shtetasi Petri Bozo është arrestuar nga policia e Elbasanit dhe pritet që ditën e sotme të marrë dhe masën e sigurisë në një seancë e cila është duke u zhvilluar që orë 8:40 në momentet e para të arrestimit të tij nga forcat e policisë. Ai është shprehur se ka qenë brenda normave të lejuara të shpejtësisë, pasi ka qenë shumë pranë një polici të shtrirë dhe pranë efektiveve të policisë që po qëndronin pranë shkollës 9-vjeçare të zonës së Menglit, ndërkohë që është shprehur se në momentet e para ka qenë i tronditur, nuk e ka vënë re se çfarë ka goditur dhe më pas kur ka dalë nga automjeti i tij ka vënë re se ka goditur një fëmijë 7 vjeç. Banorët e zonës janë shprehur mjaft të tronditur për ngjarjen, duke treguar dhe momentet e para ku sipas tyre ambulanca ka qenë me vonesë në zonë dhe se vogëlushin e kanë ndihmuar për ta nxjerrë nga makina banorët e zonës, të cilët dhe kanë transportuar drejt spitalit të Elbasanit. E qartë. Nuk e di nëse ka patur një dëshmi të zbardhur ende nga regjizori Petro Bozo në lidhje me këtë ngjarje, pasi si fillim paktën në pronësimin që kanë dhënë qytetarët, të cilët kanë qenë në vendin e ngjarjes, ai është shprehur se kanë qenë brenda normave të lejuara dhe kanë qenë në rrugë nacionale. Si qëndron e vërtetë dëshmisë së tij? Në fakt, siç e përmenda edhe pak më herët, kjo ka qenë dëshmia e tij e parë në vendngjarje, pra ka qenë me rreth 10 km/h, gjë e cila sipas banorëve nuk është e vërtetë, ndërkohë që pranë forcave të policisë është shprehur se goditja e parë ka menduar se ka qenë një objekt që ka goditur dhe se shpejtësia e tij nuk ka qenë e lartë, pasi sapo ka kaluar një policë të shtrirë i cili ndodhet shumë pranë shkollës të 9-vjeçare të zonës. Pra duke qenë se e gjithë ngjarja ka ndodhur jo më larg se disa metra, rreth 100 metra larg shkollës vjeçare të Menglit, ku dhe 7 vjeçari ka qenë duke u kthyer me mamën e tij, pasi ka qenë duke dërguar të motrën për në shkollë dhe më pas do të shkonte në shtëpi ku do të përgatitej dhe për të bërë gati për procesin e tij mësimor që zhvillohej pas dite. Gjë e cila ka qenë e pamundur, pasi 7 vjeçari humbi jetën në aksidentin i cili qelloi fatal për të, pasi shpejtësia me cilën zoti Petri Bozo e ka goditur 7 vjeçarin duket se i ka marrë këtij fundit jetën, pasi plagët kanë qenë mjaft rënda. E qartë. Mirë, Margarita, të falenderoj shumë për gjitha këto informacione që na përcova. Të falenderoj. Mirë, në këtë momentin ne do të ndalemi pak tek një tjetër zhvillim, konkretisht tek një operacion që është zhvilluar